Përshëndetje miq të nderuar. Organizuar nga klubi Kosova 81 në Bielefeld është mbajtur mbrëmje kulturore, letrare, artistike, ku është promovuar libri i tretë i Naser Dërmakut, Kujtesë shtektimesh. Bashkëdhëtarët patën rastin të bashkëbisedojnë edhe me letrarin dhe gazetarin e njohur Sulejman Dërmaku. Në mbrëmje kulturore, letrare artistike u promovua edhe libri Çamili i vogël, këngëtar i madh, përgatitur nga Sulejman Salihu dhe Salih Berisha. Të pranishmit janë kënaqur me interpretimet nga ansambli Çamili i vogël që vepron në kuadër të klubit Kosova 81 në Bielefeld. Për më shumë, ju ftoj të ndiqni reportazhin në vijim. Bielefeldi është njëri ndër qytetet e landit të Vestfalisë së Rinjit Verior, ku këto ditë janë me vlug festat e fundvitit. Tani në Bielefeld po lulëzon brezi i tretë i mërgjimtarëve. Në Bielefeld e rrethin jetojnë e punojnë qindra familje shqiptare. Shumica e tyre janë vendosur pas viteve të 90-ta. Aso kohë ata themeluan klubin Kosova 81, i cili ishte një foli e mërgjimtarëve, ku organizoheshin aktivitete kulturore, letrare, artistike, sportive e humanitare. Organizuar nga klubi Kosova 81, në Bielefeld është mbajtur mbrëmje kulturore, letrare, artistike, ku janë promovuar disa libra nga autor që janë aktivist e veprimtar të klubit. Është promovuar libri i tretë i Naser Dërmakut, Kujtesë shtektimesh. Në mbrëmjen kulturore, letrare, artistike u promovua edhe libri Çamili i vogël, këngëtar i madh, përgatitur nga Sulejman Salihu dhe Salih Berisha. Bashkëdhëtarët patën rastin të bashkëbisedojnë me letrarin dhe gazetarin Sulejman Dërmaku. Të pranishmit janë kënaqur me interpretimet nga ansambli Çamili i vogël që vepron në kuadër të klubit Kosova 81 në Bielefeld. Mbrëmjen letrare artistike hapi Salih Berisha, kryetari i klubit Kosova 81 në Bielefeld, i cili pasi përshëndeti të pranishmit, prezantoi mysafirin nga Kosova, gazetarin dhe shkrimtarin Sulejman Dërmaku. Në fjalën e tij, profesor Sulejman Salihu, duke folur për librin e Naser Dërmakut, theksoi se Kujtesë shtektimesh prezanton rrëfenja si formë tregimi të shkurtër, të cilat janë përditshmëri reale. Rrëfimet e tij janë kryesisht tregime për personazhin, për ngjarje, veprime të jetuara në arealin gjerman. Ato janë produkte artistike që frymëzohen kryesisht në procesin e punës, aty ku autori jeton e vepron, përjeton e reflekton me njerëz e personazhe që i japin tundime e frymëzime krijuese për skica, tregime e rrëfime. Libri Kujtesë shtektimesh është perceptim dhe rikrijim artistik nga realiteti që autori e gjen në përqasjet me personazhe nga përditshmëria në shtetin ku jeton. Si i ri është larguar nga dheu dhe integrimi i tij në një shtet të ri ishte i vështirë për çdo. Prandaj edhe për Letikun Aresanin, siç janë pseudonimet e tij në rrëfimet e tija autobiografike në një botë dinamike e herëherë edhe dramatike. Ndryshe nga ajo e fëmirisë dhe rinisë dëndore në ardhejnë. Ajo është kurdoherë në lëvizje në për gjeografinë dhe topografinë gjermanëforse, prandaj takon personazhe e ngjarje që e bëjnë të mendojë e të meditojë, të kundrojë, të vëzhgojë, e të reflektojë dhe të reagojë, ndaj të cilave ai ka ndjeshmëri, duke treguar integritet moral, profesional, intelektual, njerëzor e kombëtar. Shtekton, mediton e percepton gjithandej dhe ndeshet në sprova dhe përvoja të ndryshme.
Shteti ku ka krijuar jetën e tij me standardet e një shoqërie tipike përndimore, pas zhvendosjes së tij, është keq ndryshe nga dheu, prej nga ka ardhur se ka edhe avantazhe, por ka edhe trishtime. Autori është shkëputur fizikisht nga atë dheu, e shpirtërisht është atje. Në shtektimet e tij ndeshim larëshi të pamjeve, imazheve dhe të personazheve. Libri nis me Gulën apo Agronin, që është një personazh sa simpatik e i dhemshur, aq edhe humbës e tragjik. Freiburgu është edhe stacion kujtimi e reflektimi, edhe stacion takimi e përmallimi. Të dy vinë nga Dardania, takimi i tyre sa është emocional e përmallues, aq është nostalgjik e tundues. Ata i ka shkputur njëjti fat nga dheu, ku edhe takohen, kanë çka të flasin. Kujtojnë fëmirin nga një anë, por përplasen me aktualitetin në përskuta gjermane, ku idealja dhe realja janë në pozita antagoniste. Është një vend tjetër gjuhësor e kulturor dhe atë e kanë si referencë dhe mbijetesë shpirtërore. Gula ka madje ëndra për një grua shqiptare, por vdekja ja ndalon, sepse kthehet në Kosovë në arkivor. Autori Naser Dërmaku, ndonë se jeton në një shtet demokratik e juridik, shpesh ndeshet me bujari e korrektësi, por edhe me intriga e padrejtësi, ndaj të cilave reagon me dignitet e kulturë, por herë edhe shpërthen emocionalisht. Mirë po, a i takon edhe njeriu në mirë, me të cilin bashkëbisedon dhe dëgjon muzikë. Duke qenë i hapur dhe komunikativ, ai ja imponon tjetrit respektin dhe vëmendjen. Të tillët i ndesh në Hanover, në Werl, në Braunschweig e gjithëtiv në Federatën Gjermane. Me njërin konfrontohet kurse me tjetrin miqësohet. Me njërin debaton kurse me tjetrin ngre dolli. Si lexues i pasionuar dhe si njeri që adhuron e dëgjon dhe shijon artin muzikor, ai arrin që personazhet të tij të imponojë respekt për çka vendoret nuk e japin me shumë lehtësi. Prandaj i hapet porta shtëpisë, siç është rasti me Mihaili kthehet në shtëpi, apo të pacienti i ridel. Duke pasur këtë shije muzikore, ai nuk e shet undimin se e do Wagnerin dhe i do edhe reliktet wagneriane, sikundër i shihte edhe i dëgjonte notat në pentagramin muzikor të dramës së tij muzikore Tristani dhe Izolda. Në këto rrëfime që herëherë ngjajnë me formën e shkrimit eseistik, autori veç për shkrimit përdor edhe monologun e dialogun, që janë forma shprehëse mjaft shpesh të përdorura në praktikën e rrëfimeve artistike. Donjëherë citon emra autorit dhe citate dhe me këtë sikurmuton që ta përforcojë idenë dhe mesazhin e rrëfimit, ta bëjë më të besueshëm dhe më eruditiv. Prandaj në libër dalin emra si Kadare, Freudi, Nietzsche, Gagika, Noli, Konica, Brojeri, por edhe personazhe të vyer, të sinqertë, të përvojtur, si Besi ose Besimi që u përmend më përpara. Agroni, Bahu, Riteli, Mihali, Klemensi, Stefani, të cilët me veprimet dhe gjestet e tyre ja kanë dhuruar frymëzimin krijues imagjinar. Rrëfenjat e Dërmakut janë simpatike në tërësinë e tyre, edhe me leximin, edhe me përshkrimin, edhe me rrëfimin, edhe me personazhet dhe karakteret që paraqesin sa të duket sikur i ke pranë. Në mbrëmjen kulturore janë promovuar disa libra të botuara viteve të fundit. Profesor Sulejman Salihu ka prezantuar veprimtarinë e begatë të gazetarit dhe publicistit Sulejman Dërmaku, lindur në Shqipashnicë të Dardanës, i cili gjuhën letërsi shqipe i kreu në Prishtinë. Sulejman Dërmaku është autor i disa librave dhe tregimeve satirike. Këta titull librash janë po them pa modesti të këtyre njerëzve që janë në këtë tavolinë. S'është modesti, por është e tillë realiteti, sepse shumë nga këto libra janë të redaktorit tonë të nderuar Sulejman Dërmaku. Disa nga ato janë të Naser Dërmakut dhe mos së shumti nga ajo, pa modesti. Tash Naser detyrohet të flas, mund të them që unë kam marrë mësues. Librin e 12 me radhë e morë thash sa isha në Kosovë, të cilin e kam kushtuar mësuesit tim të parë. Prandaj. Dhe
mendoj se kam larë një borxh të vogël ndaj atij mësuesi, të cilën punë ka kryer me shumë dashuri dhe dashamirësi miku im pra Suleiman Dermaku pra e ka rishikuar dhe ne që shkruajmë pastaj ndonjëherë nuk jemi shumë të kënaqur, themi dua ta ndryshoj, ky thotë përsi po mirë ndryshoj, po sikur edhe një herë mund ta shikoj, po mirë shikoj, dhe ky ka dorim ashtu masa që vërtet neve na detyron që të jemi borxh për gjithmonë, sepse ka qef që edhe ne të jemi të kënaqur, por edhe ai vetë na obligon që me këshillat e veta të na bëjë të kënaqur, të lumtur, para sa mund të jemi të lumtur në krijimtari. Sepse krijimtaria është një proces shumë herë që rregull dhe asnjëherë lumturia njëri nuk gjen këtë, por nuk mund të do të patë. Në fakt këtu kemi libra të ndryshëm, tema të ndryshme, vetë autori Dermaku, domethënë Suleiman Dermaku, ka shkruar 5-6 libra, dhe i tash unë mund të përmend disa nga ato. Sa herë kam menduar për shpirtin ton, kur nuk kam arritur të definoj tërësi. Në histori, gjithnjë kemi qenë të vonë, vlerësuar tonin kur s'kemi njeri. Duket shpirt robi mbërtuar kemi ndër shekuj, vlerësuar kemi të huajt fare pa merituar. Të tyre për herë jemi bërë besnik dishepuj, duke nënçmuar veten të huaj duke lartësuar. Se që më vjen ndërmend një fjalë jona e vjetër, që asesi s'mund të quhet fjalë e urtë a mençuri, po mund të na shërbej për një mësim jetë tjetër, ta çmojmë kur ka vlerë edhe tonë njeri. Pastaj është zhvilluar një debat i pjesëmarrësve me zotëri Dermakun. Ata u interesuan lidhur me bashkëpunimin ndërmjet intelektualëve të Kosovës dhe të Shqipërisë. Si është bashkëpunimi me shqiptarët e Kosovës, me shqiptarët e Shqipërisë, lidhje me krijimtarin, lidhje me librin. E dyta, mund ta vëmë dytën që Jo. Cili është roli i intelektualëve, i profesorëve akademikë, qoftë Shqipërisë, qoftë Kosovës, për lidhje me shtetin, shtetformimin, mirëqeverisjen, si është roli i tyre. A e ka posa duhet roli intelektual, qoftë Shqipërisë, qoftë Kosovës, kur ai që ka marrë votën, ka keq përdorur votën, ka që bëri skeq. Ta di ishin dy që Komunikimi dhe bashkëpunimi midis njerëzve fushave të ndryshme, jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, po edhe të trojave të tjera shqiptare në tre aktivitete. Do të njeriu s'do të jetë kur i kënaqur me ato që ka arritur, se unë them ambicia është gjithmonë një hap përpara realitetit. Dhe mirë që është ashtu. Çfarë do të bënte njeriu nëse i realizon të gjitha ambicjet? Pra, gjithmonë mundësia për më mirë ekziston. Por se është, po e zëmë, ndoshta komunikimet e para kanë qenë me hezitime të dyshme, sepse nuk jemi njohur. Dhe unë sa për ilustrim, pikërisht në koksin tuaj, kam qenë në datë krijues nga Shqipëria, nga të gjitha trevat, marrin pjesë në manifestime të ndryshme letërare në Kosovë dhe e kundërta. Dhe unë manifestimin në hijen e Gjallicës mora pjesë në takimin letërar që organizon lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve të Kuksit. Dhe u nderova me çmimin e parë për një poezi që e lexova aty. Dhe nuk isha unë i vetmi, po nga të gjitha tyre shqiptare pati atë të tjerë njerëz.
Në mbrëmjen kulturore e letrare u promovua dhe libri Qamili i vogël, këngëtar i madh, përgatitur nga Sulejman Salihu dhe Sali Berisha. Ky libër është pra produkt i yni përbashkët, është një punë ta themi kolektive. Unë dhe mi bëjmë Sali Berisha, morëm iniciativën për ta shkruar librin, por pa dorën e fundit të Sulejman Dermakut, libri nuk do të jetë. Prandaj në këtë drejtim është thua kurora e gjithë librave tanë të votuar të ne antarët e klubit këtu. Kjo është kurora, pra, kjo është krye libri ta quajmë. Dhe fakti kontributi, pra, ne gjithmonë jemi vozhgjit ta falenderojmë. Ky libër ka frymëzuar, është kërkuar shumë. Bile unë të jem edhe krenar për të shumë me Ferizajnë tim, që është aq i bukur. Në sajt të këtij libri, klubi ynë ka marrë guximin që të formoj edhe ansamblin artistik Qamili i vogël. Mua më vjen mirë që ky takim kulturor u zhvillua këtu në klubin Kosova 81 në Bielefeld, një klub adhetash i formuar në vitin 1981 nga Xhavit Ramabaja dhe shokët e tij. Kjo traditë po vazhdon edhe në vitin 2025. Kjo është një shenjë shumë e mirë, pikë së pari për neve shqiptarët në Mërgat. Dhe sot patëm promovimin e librit Kujtesë shtektimës nga Nasser Dermaku, patëm dhe mysafir nga Kosova, Sulejman Dermaku si redaktor dhe poet i njohur në Kosovë, patëm dhe promovime tjera nga Sulejman Saliu, i cili me Sali Berishin ka shkruar një libër, po pikërisht antar të klubit Kosova 81. Libri për Qamilin e vogël. Pra në klubin Kosova 81 më bën më shumë të përshtypje është që kem domethënë një kuadër të njerëzish të cilët mirën vazhdimisht me krijimtari dhe nuk janë të shumt, por kanë një kvalitet shumë të lartë ku bëhet fjalë pra për kulturën dhe gjuhën e muzikën shqiptare. Zotëri Maliqi, klubi respektivisht shoqata kulturore artistike Kosova 81 ka kohë që vepron? Po, siç thash, nga viti 1981, edhe gjatë luftës çlirimtare të Kosovës, gjithë historisë, domethënë të kombit shqiptar, nga prej se kemi pas Mërgat në këtë rrethin të Bielefeldit, kjo ka qenë një lloj shtëpie, siç e quajnë dhe antarët më të vjetër të klubit, ku thonë se kjo është një shtëpi e jonja, dhe këto janë mbledhur pikërisht këta njerëz dhe janë mobilizuar dhe kanë kontribuar në atë çfarë është dashur për atë, qoftë në luftë, qoftë në kulturë, qoftë në gjuhë, qoftë çka është dashur që të kontribuojnë, ta kanë kontribuar. Si e vlerësoni ju si afaris një takim të tillë letrar artistik? Po e vlerësoj edhe çmoj shumë për shkak arsye edhe personale, që nuk kam kohë shumë të mirë ose të jem domethënë në kësi takimesh, edhe të marr pjesë mos takime kulturore si promovimin e librit, po edhe në anën tjetër të muzikës që ishte sa domethënë, ishte një kënaqësi të jem këtu.
Mërgata përpara ka ndihmuar Kosovën në mënyra të ndryshme, në mënyrë financiare, pastaj ushtrinë, çrimtara, arsimin e të tjera. Cila është tani detyra e Mërgatës, si dhe afaristëve që janë të angazhuar në Mërgatë, për familjen e tyre, për familjarët atje në Kosovë? Po, ndihma nuk do të thotë vetëm financiare, po është edhe mendore dhe mënyra ose ndryshim ose rrëfime, domethënë të mendimeve ndryshme. Edhe aty mund t'i ndihmojmë domethënë në përgjithësi Kosovës, po edhe ne jemi pjesë e Kosovës sepse jetojmë jashtë. Jemi të integruar këtu. Mirë po, sado që tjetë me thonë një përfaqësues të vendit tonë, si të tjetë Shqipërisë apo të Kosovës, dysoj me anën tjetër janë ambasador tyne dhe me thonë, kështu që ne e prezentojmë shtetin tonë edhe me krenari. Soj përket ndihmës të me thonë, shumica ndihmet e 90-ave që kanë qenë, zvoglon ato me kohë do të thotë, mirë po ne mund sipas investimeve ose mendimeve që i ndajmë së bashku me poplin ose me familjarët tonë në Kosovë. Sa kanë arritur fëmijët këtu të integrohen në arsimore? Po fëmijët mi janë të integruar, se ka lindë këtu, edhe jetojnë këtë shtet, edhe respektojnë këtë shtet. Kështu që janë të integruar, të shkollum. A je i kënaqur me arritjen e shkallës arsimit? Po, unë jam shumë i kënaqur me arritjen e shkallës tyne, për shkak që unë kam 6 fëmijë. Edhe shumica prej tyne domethënë i mbarojnë studimet tash në përgjithësi, mirë po sido që tjeta kanë karakter të mirë, edhe duajnë dy vende, si Gjermaninë ashtu edhe Kosovën. Me qenë se ju po kultivoni traditën këngë të Qamilit vogël dhe të shoqërisë të dikurshme, edhe keni shkruar një libër për punën, veprimtarinë, biografinë e Qamilit vogël. A ka qenë vështirë për të hartuar një libër të tillë? Po, tash edhe 2-3 muaj bëhen 3 vite, kur e kishim një mbrëmje që këtu në kuadër të këtij klubit ja kushtuam 100 vjetorit të lindjes së Qamilit të vogël. Atë mbrëmje unë e pata paralajmëruar, para masës këtu, se do t'i hymë kësaj pune, për të hartuar një libër kushtuar Qamilit të vogël, këngëtarit të madh, si që ka edhe titulli i veprës. Dhe nga ajo ditë ne kemi filluar bashk me profesor Sulejman Salihun të bëjmë punën që duhet rreth hartimit të një vepre që është me rëndësitë madhe, por edhe përgjegjësia madhe për të arritur qëllimit të thomi diçka që do të ishte e vlerëshme, e jo për të shkruar sa për të shkruar, po të kemi një diçka që vlerësohet e çmohet edhe nga kritika letrare, muzikologët, edhe muzikologët dhe këngëtarë tjerë, por edhe nga lexuesit. Kështu. Punë e vështirë, po unë kam punuar shumë afër me Qamilin e vogël një 11 vjet e punit të jetës e tij, deri një ditë para se ai të vdiste kam qenë krah tij, vazhdimisht. Një ditë para se të vdiste. Me Qamilin e vogël ne kemi pas një ansambël. Ansambli muzikor i Qamilit të vogël. Po, në Prishtinë atëherë, po flas për vitet 80 deri 91. Edhe me atë ansambël kemi arrit në sajë të angazhimit të madh të pashoq, kur par interesi ta them, po vetëm nga dashuria që të krijohet, që të bëhet diçka e bukur për veshin e dëgjuesve. Dhe fillum punën për pak vite arritëm të bojmë të gjithë këngëtarët, ata që e përbanin estradën e Kosovës në atë kohë. E me gjithë ata njerëz që më rri numrin dikun rreth 50 e më tepër, antarë të ndryshëm, kemi arritur të nxjerrim 14
kaseta magnetofoni, 2 pllaka të mëdha gramafoni dhe një video kaset që sipas meje është e para origjinal e nxjerr po mendoj kaset me këngë vallë shqipe botuar në Jugoton të Zagreb. Gjitha këto janë botuar në Jugoton të Zagrebit. E kështu që kisha mund njëftësi, kisha të dhona shumë, se kemi nejtë shumë, kemi biseduar për temat ndryshme. Do thot kisha një huri bukur të mdha për jetën e veprën e Qamilit të vogël. Atë monografi u keni përdorur dhe fotografi materiale tjera, keni pasur? Po them shumica një këm pasur, po ne kemi pasur mbështetje kryesore familjen e tij. Drejt për drejt nga arhiva e familjes e tij, sepse I kom njoft familjarisht mirë ata anëtarët e tij. Tash Qamili s'është. Vajzat janë të martuara. Një vajzë është me të shoqën e Qamilit të vogël që jeton ende, grua plak. E me atë, do të thot, përmes Shqipe muhagjerit, vajza e madhe, këtë arhivën e ka në mbikëqyri, çka na u ka dash I kemi nxjerr për të kaluarën dhe për I kemi nxjerr, do të thot, gjitha ato që na u ka dash. Madje edhe dëshkrimin origjinal të këngës së Qamilit të vogël që ja ka kushtuar vetë asaj, kënga ime. Ajo këngë që nuk është ditur se ekziston deri mas vdekjes së tij. Do thot e ka parapaj vdekjen që do t'i vjen dhe e ka thurrat tek se kështu ka met. Dua të them që nuk kemi pas asnjë problem çka na ka dash, gjitha I kemi pasur në dispozicion dhe e kishim punën më të lehtë, gjithçka është konkrete, gjithçka është reale dhe e vërtetë. Kjo mbrëmje tregoj për një arritje të një klubi në këto kushte të them më specifike në ndërgjem që rrallë kon me po gjendet, me po dëshira e madhe dhe vullneti I madh janë me motive të ndërlidhur me jetën e përditshme të mërgimit dhe të lidhur shumë me dhëun. Prandaj ishte kjo një mbrëmje shumë e veçantë kulturore. Zot Ritermak është vështirë që një mërgimtar krahas punës, krahas obligimeve që I ka për anëtarët e familjes, edhe tulet dhe të shkruaj një libër mbi mbresat jetësore të tij. Mund të them kështu, në aspektin paremor është shumë vështirë. Unë mund të them anën time, kështu praktike të them. Praktike arrihet nga një vullnet I madh, ndoshta njëri kur udhëhiqet edhe me motivet forta të dhëut, me njerëz të mirë, me njerëz të artit, siç është rasti im që ndërlidhem atje në vizite me vllajën tim, me shumë krijues, me shumë gazetarë, që ata në farë forme më kanë futur në atë rrugë që të shkruaj me përjetimet e mia që të qes në lirë për të artikuloj në aspektin letrar. Natyrisht nuk është lehtë, por kur dominon vullneti I madh për dhëun, vullneti I madh artistik, letrar që atje ta përkthej në art, është paksa më e lehtë. Manifestimin e madhështoi ansambli artistik muzikor Qamili I vogël me disa këngë të vjetra arshekishte.
Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kam përgatitur kësaj here. Javën e ardhshme ju sjell tema të reja. Ju përshëndes dhe mirupafshim.